Përshëndetje miq të Shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një temë që deri para disa vitesh mendonin se u përkiste vetëm moshave të treta, por ajo përket tashmë edhe të rinjve, bëhet fjalë për infarktin e zemrës. Për të folur se cilat janë shkaktarët, çfarë ndikon që janë rritur rastet dhe më e rëndësishmja parandalimi, kemi sot të ftuar profesor Dr. Anesti Kondili. Doktor, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje dhe për mua kënaqësi që të regjistroj bashkë me ju ekipin e këtij podcasti për një temë nga më të rëndësishmet e mjekësisë aktuale. Dhe përpara se të futemi tek tematika e ngushtë, unë do dëshiroja të tregoja se sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë në smundshmërinë e gjithë popujve, si thosh, dhe në sëmundjet kardiovaskulare më rëndësishmja, sëmundjet e zemrës, kardiovaskulare e zemrës dhe e gjakut, dhe në vend të parë zë infarkti miokardit që ka të bëjë me aterosklerozën, me mbylljen, me krijimin e pllakave që mbyllin arteret koronare. Arteret koronare janë këtu të kuqet që furnizojnë zemrën, muskulin e zemrës me gjak. Se zemra hedh gjak për trupin, po do hedhë gjak dhe për vete. Ato enë gjaku që furnizojnë zemrën janë enët koronare dhe kur mbyllen këto, ndodhi infarkti miokardit. Kështu që këto janë si shpeshtësi nga më të mëdhat, sëmundjet kardiovaskulare dhe infarkti, por vlerë tjetër e rëndësishme është sepse ato shkaktojnë edhe vdekshmëri shumë të lartë. Ka qenë shumë e lartë vdekshmëria dhe mbetet akoma problematike dhe prandaj asaj është kushtuar një vëmendje e madhe dhe për studimin e infarktit miokardit apo aterosklerozës koronare dhe ndërlikimeve të saj dhe mjekimeve të saj janë bërë studime të jashtëzakonshme dhe janë rritur suksese të jashtëzakonshme si në gjithë botën, ashtu dhe tek neve. Kështu që është kjo si tematik që ja vlen dhe ju përgëzoj që e keni zgjedhur për ta bërë në këtë podcast së bashku. Doktor, si tham në fillim të bisedës, ka një rritje të rasteve tek moshat e reja, do të thënë është ulur mosha që preken nga infarkti. Pse po ndodh kjo? Sipas studimeve që janë bërë dhe praktikës tuaj. Është pyetje shumë me vend kjo që bëhet juve, sepse në mënyrë të përgjithshme mund të them që në dekadat e fundit është shfaqur një karakteristikë veçantë që infarkti miokardit ka marrë karakterin e një pandemie si ajo e Covidit për shembull, dhe pandemi do të thotë që të kapish jo vetëm një shtet, një vend, por të kapish në gjithë botën. Dhe kjo pandemi është karakteristika e parë sepse infarkti miokardit është pothuajse i pranishëm kudo në gjithë botën, si në Amerikë, si në Evropë, si në Azi, kudo. Kjo është karakteristika e parë. Dhe karakteristika e dytë e dekadave të fundit, është ajo që thatë juve, është shfaqja e infarktit në mosha të reja, 9-40 vjeç. Përpara ka qenë ideja, sikurse ju e përmendët, që është një sëmundje e moshës tretë, në të vërtet nuk është ashtu, sepse janë konstatuar ose janë gjetur dhe ne në praktikën tonë kemi pasur infarkte në moshë të re. Unë infarktin me moshët më të re kam konstatuar se kam një përvojë të gjatë në moshën 18 vjeç, një cmur nga Vlora, një djalë nga Vlora që ka mundësi të ketë qenë jo aterosklerotik, po të ketë qenë një gjë e anomalive të enëve të koronare, dhe pastaj kam gjetur infarkte në moshën 25-30 vjeç, duke qenë student dhe mund të tregoj edhe një rast shumë interesant, që duke qenë në punë, vjen një djalë, një student, po i moshës pak më të rritur, si student, jo 20 vjeç, po 30 vjeç, i student i inxhinierisë, dhe ky vjen në reanimacionin tonë të kardiologjisë me
dhimbje gjoksi, po duke menduar që është një dhimbje gjoksi, që do themi edhe më pas, që lidhet me të ftohtit, me muskulaturën, me gjëra të tjera. Kur bëhet elektrokardiograma, ai u zbulua që kishte infarkt miokardi dhe duke qenë në korridor të reanimacionit, ai pëson komplikacionin madhor, që është fibrilacioni ventrikular, që është shkaku kryesor i vdekjes në të smur me infarkt në orët e para, dhe në sajtë të ndërhyrjes së një nga infermierëve që kishim ne aty, që ishin kualifikuar për atë repart, ai do të bëjmë goditjen elektrike edhe ta shpëtojmë atë rast. Ai ndërpreu studimet pastaj dhe kaloi një jetë aktive. E kam gjetur pastaj atë unë mas 5 vjetësh në Gjirokastër, kur isha për një shërbim, dhe e kam gjetur përsëri këtu, ose është takuar me mua ai, mas 20 sa vjetësh duke bërë punë si kuzhinier. Pra, mas i kalon atë fazë, ai futet në jetën normale, kur arrin të përballohet kjo krizë e vështirë që është infarkti miokardit. Pra, atë që thatë juve, që në moshë të re nuk është e jashtëzakonshme që të shfaqet infarkti miokardit. Dhe ju e keni dëgjuar tashi, edhe në jetën praktike, që ka smur në moshë të re 40 vjeç, ka të pësuar infarkt, po kur pëson infarkt, hajde, po të vdesish në moshë të re, është çik shumë më traumatike. Dhe tashi në qoftë përpara ka qenë si e pabesueshme, tashi është reale. Po çfarë faktorësh ndikojnë, doktor, që kemi një ulje të kësaj moshe që preken nga infarktet? Për ta kuptuar këtë faktorët se cilët janë, unë do të dëshiroja të përmendja faktorët e rrezikut përpara, faktorët e rrezikut që kush e predispozon një organizëm të përgjithësi, pavarësisht nga mosha, kush e predispozon në shfaqjen e infarktit miokardit. Dhe në rast të parë është çrregullimi i metabolizmit të yndyrnave, grumbullimi i yndyrnave, sidomos atyre shtazore, në enë të gjakut, dhe mundet që t'ja u tregoj në një skic që është shumë interesante kjo. Ja, këtu. Kjo është ena e gjakut e lirë, kur fillon të rritet yndyra në gjak, fillon të depozitohet këtu në intim, në cipën e brendshme të enës gjakut, dhe kjo në qoftë se nuk merren masa, atëherë kjo rritet dhe derisa të arrijë të çahet dhe të mbyllet duke shkaktuar infarkt. Se infarkti është mbyllja e arterës koronare dhe nekroza ose vdekja e muskulit të zemrës. E muskulit të zemrës, i cili është ai që pompon. Dhe kjo mund të shkaktojë pastaj aritmi, mund të shkaktojë dhe dobësi të aktivitetit të funksionit pomp që ka zemra, me komplikacionet e pamjaftueshmërisë së zemrës e me radhë që mund të përmendim më pas. Tashi tek mosha e re, përveç jo vetëm moshës së re, po përveç kësaj çrregullimit të yndyrnave, ka predispozicion kur ka të smur me hipertension, që predispozohen për infarkt më shumë, ka të smur me diabet, i cili është në rritje e sipër akoma, ka të smur që bëjnë jetë sedentare, bëjnë jetë pa aktivitet fizik, të smur ose personat që janë me obezitet, që i kanë, dhe shumë i rëndësishëm është përdorimi i duhanit. Duhani është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut, dhe për cilën është bërë një luftë në të gjithë botën, që edhe ke ne vati në një farë momenti që filloi të paksohet dhe shqyr që në për ambiente, në për kinema, ose në për autobuse, në për sistemin publik të transportit, nuk lejohet duhani, por ama në ambientet të tjera lejohet duhani. Dhe duhani është një dëmprurës jo vetëm për mushkrit, që dihet se bën, po edhe për shfaqjen e smundjes koronare si faktori i rrezikshëm rrezikum. Dhe e keqja që dua ta kujtoj, sikur se ju thash edhe pak më përpara,
është sepse është bërë si zakon që të pinë dhe sidomos pinë vajzat, pinë brezili, pardje isha duke pirë një kafe dhe aty 2 vajza të reja në përpara lokalit, jo brenda lokalit, jashtë lokalit, pinë nga një kafe dhe duke shoqëruar me 3 cigare njëra mas tjetrës. Sa u detyrova t'i them kur dola, në mënyrë këshill prindërore, që ato e pranuan, po ajo do mi bëhet. Mendo tash një vajzë që do bëhet nën nesër, të jetë e ngopur me duhan dhe mendo se si mund të transmetoj dëmin. Pra, këto janë faktorë që ndikojnë në çfaqjen e smundjes koronare dhe për këtë janë bërë studime në gjithë botën që i kanë zbuluar që këto janë faktorë të rëndësishëm. Por në moshën e re ekziston edhe një ndikim të madh ka stresi, i cili është më i çfaqur në moshën e re, përdorimi i drogave, të cilat ndikojnë shumë negativisht në këtë, edhe jeta sedentare. Nuk merren më me sport, me ecje sportive, me ecje të zakonshme. Çdo gjë me makinë, me mjet të transporti, pa bërë atë që duhet bëj. Dhe kjo është së bashku me faktorët e tjerë janë ato që ndikojnë në çfaqjen e infarktit në moshë të re. Pra ne me disa ndryshime të zakoneve të përditshme mund të parandalojmë. Patjetër, dhe këto janë të domosdoshme për të promovuar dhe një nga dobit e emisionit tuaj dhe të tjerëve se flitet, por unë po ju flas me përvojë reale që i kam punu dekada kundër kësaj smundje, kemi arritur suksese të rëndësishme, por mbi të gjitha është propaganda ose si thosh shprehja e televizive apo dhe shkruar e dëmeve që shkaktojnë infarkt miokardi, siç janë faktorët e rrezikut. Prandaj i përmenda këto për të pasur parasysh, sepse edhe ajo rritja e yndyrnave. Por rritja e yndyrnave ka të bëjë jo vetëm me pjesën genetike, se ka edhe familje që kanë në anën genetike një rritje të yndyrnave dhe duhet të kenë më shumë kujdes. Por nëse ti përdor yndyrna sidomos shtazore, se yndyrnat bimore janë yndyrna më benigje, më të buta. Po djami, sallamerit, fast foodet që përdoren çdo ditë më shumë, këto bëjnë dëm shumë të madh dhe i kemi në dorë. I ka në dorë njeriu për t'i shmangur, po që t'i shmangi duhet që t'i di dhe t'i hyj pak frika. Dhe duke përmendur këto që po ju them unë, edhe të tjera plot e plot, mbase ndërgjegjësohet dhe njeriu dhe thotë po të paktën mos i bëj dëm me dorën time. Me gjëra që ne i kemi në dorë të ndryshojmë. I kemi në dorë të ndryshojmë. Se janë 2 faktorë rreziku. Faktor të modifikueshëm nga këto që tham, po dhe faktor të pa modifikueshëm, siç është gjinia mashkullore është më e predispozuar për smundje koronare në raport me gjininë femnore dhe sepse tek femrat mbrohen deri në moshën e ciklit, ndërprerjes së ciklit, mbrohen nga estrogenet, nga hormonet. Dhe tek ato që ndodh një klimaks ose një ndërprerje e ciklit përpara kohë, ato fillojnë të predispozohen më shumë se sa të tjerat për të smurur në smundje koronare. Dhe kjo është faktor i pa modifikueshëm, sepse gjinia s'ndrohet. Dohen përveç atyre modernizmave të sotme, por edhe faktori pa modifikueshëm është dhe mosha. Mosha më e vjetër, natyrisht mosha e tretë është më e predispozuar, dhe se s'ke si e rinon, por ama sot me këtë që keni marrë dhe ju si tematik, edhe mosha është bërë relative, sepse edhe në moshë të re mund të shfaqet
infarkti miokardit. Doktor, ju përmendet pak ushqime, por unë doja t'ju pyesja kush është ushqimi më i keq për zemrën? Dhjamrat. Dhjamrat domthonë që të hash dhjam, domthonë mish me dhjam, që është yndyrë shtazore, siç është edhe tek sallami, ose edhe tek produktet e qumshit. Prandaj ka, nëse keni vënë re, që ka qumësh të skremuar fare, me 1%, me 2% të yndyrës, është yndyrë shtazore, është e dëmshme dhe ajo, dhe ato duhen shmangur. Duhen shmangur mundësisht më shumë dhe duhet shoqëruar kjo me aktivitetin fizik në mënyrë që të konsumohet, të digjet edhe kalorazhi i tepërt të yndyrës. Doktor, ndalemi pak tek simptomat ose shenjat e para që shfaq një person që është duke përjetuar një infarkt. Po, si ta kuptojmë? Po, është vërtet dhe domethënë duke lidhur gjithmonë dhe me temën që juve keni në fokus tek të rinjt. Tek të rinjt ka një veçori që simptomatika mund të jetë pak e ndryshuar, mund të jetë pak më e butë dhe mund të neglizhohet. Mund të neglizhohet sepse se mendon njeriu në moshë të re që mund të psojë një infarkt miokardi. Por shqetësimi i parë numër 1 i infarktit është dhimbja. Dhimbja e gjoksit. Po jo dhimbja e gjoksit këtej anash, po dhimbja e gjoksit në drast në krahërorit. Dhe sidomos kjo dhimbje kur shfaqet në sforcimet fizike. Atëre kur nuk arrit dot që koronaret e ngushtuara të furnizojnë muskulin e zemrës me gjak. Atëre kjo uri për oksigjen bën që të shfaqet dhimbja. Dhe dhimbja këtu në drast krahërorit, kur është e fazës së parë që quhet angina pectoris, ajo stenokardia ose domthonë para infarkti, ajo dhimbje shfaqet aty dhe zgjat disa minuta. Kur ndërpritet sforcimi fizik, ndërpritet dhe ajo, por në rast se ndodh infarkti miokardit, kjo dhimbje është zgjatur me orë. Dhe kjo dhimbje nuk lokalizohet vetëm këtu në drast në krahërorit, por lokalizohet përhapet dhe në krah, sidomos në krahun e majt dhe në pjesën e poshtme të nofullës poshtme. Por mund të ndodhin dhe raste jo tipike që dhimbja të shfaqet dhe të përhapet në pjesën e barkut, kur infarkti ka lokalizim në pjesën e poshtme të zemrës. Ku kjo mbyllje ndodh pra në pjesën e poshtme të zemrës. Atëre, kjo dhimbje është shfaqja e parë e rëndësishme. Ajo që e dallon nga dhimbjet e gjoksit, sikurse përmenda rastin e mëparshëm, është sepse kjo dhimbje nuk ndikohet nga frymëmarrja. Dhimbjet që janë muskulare, dhimbjet që janë nga pleura, nga cipa e muskujve, ato shtohen me frymëmarrje, ndikohen nga frymëmarrja, ose me kollën, ose me teshtimat, kurse dhimbja e infarktit nuk ndikohet nga këto. Atëre, kjo dhimbje që është shfaqur këtu, është shenjë alarmi që duhet të marrë masa i smuri ose pacienti që e ndjen këtë, që të shkojë për kontrollin mjekësor në mënyrën më të shpejtë, sepse sa më shpejt të diagnostikohet, aq më shpejt mund të bëhet ndërhyrja mjekësore, si do t'i përmendim se ka shumë ndërhyrje me efekt dhe shmangen komplikacionet që janë më të shpeshta në orët dhe minutët e para të infarktit. Po përveç dhimbjes mund të ketë shfaqje dhe me vështirësi në frymëmarrje ose me të përzjera, me të vjella. Po në pjesën e lëkurës nuk janë karakteristike. Kryesorja është dhimbja e gjoksit. Po, a ka raste që nuk shfaq simptoma dhe a ndryshojnë simptomat nga moshat? Po, ekziston edhe mundësia që infarkti të ndodhi në qeltë hapur, të kthjellët fare. Do në direkte infarkt pa shenja paraprake, pa dhimbje që u thash që fillon të shfaqet në sforcime fizike tjera. Ndodh, po natyrisht këto janë pak më të rralla dhe të ndodhi të shfaqet jo me dhimbje, po me shfaqet një ndërlikimi.
Sa ndodh infarkti, ndodh ndërlikimi, siç është aritmia e zemrës dhe bën vdekje të papritur. Dhe kjo është një shenjë e parë që mbaron. Prandaj është detyrë edhe juaj mbase që në një emision tjetër juve të flisni edhe për mënyrat e ndihmës që jepet edhe në rrugë. Sot është përhapur në gjithë botën ndihma që bëhet në ndihma e parë që jepet jo nga stafi mjekësor, po jepet edhe nga njerëzit. Se bën një vdekje të papritur, që shkaku kryesor është infarkti, ndodh në rrugë, bie, dhe atëherë çfarë duhet bësh? Duhet të di secili që të bëj masazhin e jashtëm të zemrës, frymëmarrjen artificiale derisa të vijë ndihma e shpejtë. Ose para se të bëhet defibrilimi. Dhe ka sot në vendet e përparuara që ndodhin në stacione televizive ose në trena ashtu, kanë stacionet e trenit, edhe të autobusëve, se thash stacione televizive për refleks. Dhe ka defibrilator, ka shkarkus që ndërpret komplikacionin madhor, vdekje pruruese që është fibrilacioni ventrikular. Në fakt, këtu do të ndalesha pak, doktor, si mundet dikush t'ja jap ndihmën e parë vetes, ose nëse dikush tjetër gjendet pranë tij, mund t'ja jap një ndihmë? Që të mos shkalojmë tek fataliteti. Për shembull, në qoftë se je i smur, je di që je i smur, në përgjithësi ata që janë smur mbajnë tritrin me vete, për shembull. Është nitroglicerin që zgjeron enë të gjakut. Dhe kur ka një dhimbje të tillë, mund të përdori një tritrin. Por vetë nuk është se jep ndihmë të veçantë, duhet vetëm të drejtosh veten drejt ekipit mjekësor që të bësh diagnostikimin me anën e EKG-s dhe vizitës mjekësore. Kurse për sa i përket ndihmës të tjerëve, ajo e të ambientit që përreth është atëre ku ndodh komplikacioni dhe sikur si u thash, ato elementet kryesorë të saj janë masazhi i jashtëm i zemrës dhe frymëmarrja artificiale, derisa vjen ndihma e kualifikuar. Dhe sot ambulancat e urgjencës kanë në brëndi të tyre edhe aparaturën e nevojshme, në radhë të parë defibrilatorin, shkarkusin elektrik, të korrent elektrik, që vendoset një plak këtu përpara, kemi para në përfilma, edhe një plak anash, e vend zemrën midis dy elektrodave dhe ndalon, me shkarkim, ndalon kontraksionet, kurjet kaotike që janë shkaktar i humbjes së ndërgjegjes. Sa e rëndësishme është koha në këto raste? Është super e rëndësishme. Domethënë, në qoftë se ndodh komplikacioni, është në qoftë se ndodh fibrilacioni ventrikular, brenda 20 sekondash u mbet ndërgjegjen dhe në qoftë se nuk i jepet ndihma, edhe kjo që thash, brenda 2-3 minutash ose 4 minutash dëmtohet truri në mënyrë të pakthyeshme. Pra 4 minuta? 4, maksimumi 5, po që se fillon të ndihmohesh, edhe mund të zgjatet pak, por ka ndodhur që ne kemi zgjatur këtë kohën e ruajtjes së trurit nga mungesa e oksigjenit për shkak të mos pompimit të gjakut nga zemra dhe që të zgjatet më shumë. Po për 4-5 minuta, edhe sikur të vijë zemra në vete pastaj, truri nuk kthehet më, sepse truri është më i ndjeshëm, më sensibël ndaj mungesës së oksigjenit dhe ndodh pakthyeshmëria. E qartë. Doktor, po cilat janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit në këta raste? Ose vetë pacienti në ofrimin e ndihmës parë për veten e tij? Nuk ndihma vetë pacienti nuk jep dot ndihmë përveç se të marrë medikamentet kur ai është i smur, kur e njeh veten të smur. Po kur ndodh infarkti ai duhet, puna më e parë është të mos neglizhoj kohën. Të mos neglizhoj kohën, qoftë ai qoftë familjari dhe mua më pëlqen mënyra e organizimit të urgjencës kombëtare tek ne, që tashti ka me anë e telefonit mund të thresësh ndihmën e urgjencës, ato janë të shpërndarë në disa, siç është Tirana e Madhe, në disa zona, dhe vinë në kohën më të shpejtë,
natyrisht në qoftë se zbulohet, se jo çdo thirrje është e lidhur me infarktin, po kur ka infarkt, ato zbulohen, se kanë dhe aparatin e elektrokardiogramës që është ekzaminimi kryesor diagnostik, elektrokardiograma, dhe në qoftë se është ashtu, merret dhe çohet drejt dhe në spital. Nuk mbahet në shtëpi smuri me infarkt. Jo. Nuk mbahet në shtëpi. Sado që të ketë dëshirë familja për mos e lëvizur, mos e bërë, ai duhet të shkojë në spital, sepse në spital sot ka jo vetëm kushtet për monitorizim, siç janë repartet e urgjencës të reanimacionit, por janë dhe kushtet për ndihmë efektive. Ndihmë efektive, sepse ndihma efektive tek të smurët me infarkt është 1 orë më parë, 1 minutë më parë, dhe sot shpëtohet jeta, sepse bëhet koronarografia, që është një ekzaminim invaziv, futet kateteri në enë të gjakut, drejt dhe në zëmër, dhe aty çbllokkohet pjesa e bllokuar me tromb, çbllokkohet dhe kur ka nevojë edhe çbllokkohet dhe dilatohet, zgjerohet, edhe vendosen unaza ose stendet që janë, të cilat japin një ndihmë të jashtëzakonshme, shpëtojnë jo vetëm nga vdekja, por ama nuk lejojnë që të bëhet nekroz, të dëmtohet muskulli i zëmrës edhe për afat gjatë, për kohën e mëpasme. Dhe pastaj i smuri, duke vazhduar mjekimet e rregullta që janë të caktuara me grupe medikamentesh, beta bllokuesit, aspirina, antikoagulantët e merat, janë të aftë që të kthehen në punë në kohën më të shpejtë të mundshme. Të kthehen në punë normale. Mund të kthehen në jetën normale. Po në jetën normale mund të kthehen. A ndryshojnë mënyrat e trajtimit sipas moshave apo është gjithmonë e njëjta? Standardi është i njëjtë. Standardi është i njëjtë, metoda është e njëjtë. Tashti ka përparime të jashtëzakonshme për sa i përket ndryrjeve invazive këtyre që ju thash. Çdo ditë më shumë, dhe për fat të mirë ne i kemi të zbatueshme edhe në vendin tonë. Këto ndërhyrje për zgjerimin e koronareve kanë filluar në vitin 1970 e pak. Në Zvicër u bë i pari. Po 70 me tashti nuk janë shumë. Por tashti, por ama kjo përhapje dhe zhvillim i mënyrave dhe i mjeteve moderne ka bërë të shpëtojnë jeta njerëzish, po edhe të përhapen gjitha ne. Ne për shembull në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kemi shërbim 24 orësh me ekip për koronografi në urgjencës, që bëhet brenda 24 orëve më përpara. Duhet mos kaloj 6 orë, mundësisht. Mund të jetë 6 orë që të mos ketë bërë dëmtim të muskulit. Dhe bëhet koronografi me njërë dhe jepet me njërë ndihma efektive. Tani të ndalim të një pjesa më e rëndësishme ndoshta, tek parandalimi. Çfarë duhet të bëjmë ne të rinjt dhe gjithë tjerët, si të kujdesen për zemrën e tyre që mos të përjetojnë infarkte? Sigur që u thash, po, keni shumë të drejtë. Sigur që u thash, janë, domethënë, sëmundja koronare ose infarkti miokardit predispozohet nga prania e faktorëve të rrezikut. Dhe nga këto prani faktorëve të rrezikut, ne dy janë të pamodifikueshëm, është gjinia dhe mosha, të cilat nuk kemi si ndikon, por ama janë një grupi tërë faktorësh rreziku që duhen luftuar duke i promovuar si të dëmshme, që dihet ajo që ka dëm që shkaktohet nga këto, dhe është përdorimi, domethënë lufta kundër përdorimit të yndyrnave shtazore, kur janë, domethënë se yndyrnat do përdoren, por prandaj ne është vlerësuar dhe dieta mesdhetare. Dieta mesdhetare është dieta e rekomanduar, sepse përdoren yndyrna bimore. Për shembull, ne kemi fatin që jemi të pranishëm mesdhetare. Edhe në pjesën e Bregdetit, nëse e keni konstatuar, ka
gra të moshuar me jetësi shumë më të madhe se sa në zonat e tjera të industrializuara në vendin tonë. Pra, yndyrnat shtazore duen shmangur. Ke ata që e kanë predispozicionin për të punë. Duhet të luftuar duhani në mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk di, ja u tregova këtë. Kjo është, ja, unë e kam mbajtur sistem këtë, në qoftë se është një zëmër që është shpuar nga cigarja. Dhe lufta ose promovimi ose këshilla për të lënë duhanin dhe për ta zbatuar atë, për mos e prishur kur rregullin, siç bëhet në gjithë botën, duhet të bëhet luftë kundër duhanit. Në Angli, për shembull, nuk lejojnë të pinë duhan as në distancë nga pallati, sepse janë dëme që i shkakton kolektivit, se nuk është dëm ai që pin ti vetë, se ti vetë mund të pish edhe bën dëm vetes, por ti më dëmton dhe mua që jam afër teje, se është ajo duhan pirja pasive, që vjen tymi duhanit, i cili ka faktorët e dëmshëm dhe e merr dhe ai që është afër teje. Prandaj janë rregulla që duhen zbatuar. Duhani. Faktori tjetër i rëndësishëm është lufta kundër diabetit, i cili është në rritje. Diabeti është në rritje. Është në rritje sepse lidhet dhe me faktorët që janë të përbashkët, siç është obeziteti, shëndeti i tepërt, jeta sedentare, jeta pa lëvizje, jeta pa aktivitet fizik. Është lufta kundër hipertensionit. Duhet një smur ose një pacient, mos them një smur, që ka hipertension, duhet të mjekohet, sepse kështu që ta uli tensionin, sepse kështu ti ke mundësi që të paksosh një faktor rreziku për smundjen koronare, për atë infarktin e miokardit. Po aktiviteti fizik është i domosdoshëm. Sa ju rekomandon të rinjve, të paktën minimum? Po 1 orë në ditë duhet bëj lëvizje dhe mundet bëj për shembull edhe në mosha të tjera. Të paktën 10.000 hapa në ditë. 10.000 hapa. Tash edhe me celularët mund të kontrollosh, po bën dhe më shumë, sipas mundësive që ka. Po duhet merret edhe me sport, jo vetëm me hecje, se hecje, po minimumi është hecja, po mund të bëhen vrapet edhe në për kodat e liqenit e me radhë, pra të mos shkojmë në çdo vend me makinë. Të harrojmë makinën e të hecim më këmbë, të bëjmë një çik vrap, të marrim frymë me ajër të pastërt dhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Ana tjetër është ushqyerja. Jo të ulesh në shi në fest, sidomos fëmijët e vegjël, në fast foodet që janë përhapur aq shumë, duhen shmangur, sepse ato kanë edhe kalorazhin e tepërt edhe ushqyerje jo të shëndetshme. Pa vlera ushqyes. Me vlera, me kalorazhi, po jo vlerë të shëndetshme. Ushqime se kanë ndyrë me radhë sallamerit me. Pra, këto janë faktorë të rrezikut dhe sidomos tek të rinjt, shmangja mundësisht e stresit. Stresi është shumë i dëmshëm, se krijon spazm të koronareve. Edhe moshat e reja kanë çik më shumë stres. Dhe stresi largohet edhe me fiskulturë, edhe duke u marrë me sport. Dhe duke u qetësuar. Janë të gjitha të lidhura. Po të lidhura janë gjitha. Po aktualisht që është edhe si pjesë e jetës shoqërore tash, përdorimi i drogave që është shumë i dëmshëm. Shumë i dëmshëm, sidomos tek femrat, tek gjenia femnore dhe përdorimi shmangja e përdorimit kontraceptivëve, të cilët predispozojnë për shfaqjen e aterosklerozës. Natyrisht kanë të mirën dhe të keqen e tyre, por si faktor rreziku aty ku është e mundur të shmangen bashkë me drogat e tjera,
që janë sidomos për moshat e reja. Sidomos për moshat e reja. Doktor, në fillim thamë që nuk shfaq shumë shenja një infarkt. Këtu lind nevoja për kontrole. Kur duhet të nisin kontrollet dhe sa shpesh duhet bëhen në mënyrë periodike? Po, domethënë ajo është krijuar dhe sistemi check-upit, që bën analizat e gjakut një herë në vit, në moshat caktuara, mbas moshës 30 vjeç, për të parë nëse ka predispozicion për diabet, ka predispozicion për yndyrnat, ka predispozicion për çrregullimet e metabolizmit të tyre, dhe njeriu po të ketë shenjat e para, një dhimbje ose një çrregullim, një aritmi që mund ta zbuloj edhe në mënyrë subjektive vetë, atëherë do të shkosh tek mjeku i familjes që ta kontrollosh. Nuk ka në mosha të reja nuk ka afate kohore që të bësh. Check-upi fillon mbas moshës 30 vjeçare, për shembull, që bëhet analiza e gjakut në kompleksitet dhe është falas, është një herë në vit që bëhet. Dhe ajo pastaj nëse ka deviacione të parametrave të analizave, atëherë ajo i nënshtrohet ekzaminimeve më të hollësishme, siç EKG-ja, prova ushtrimore, autorizimi i rrave të zemrës dhe edhe koronografia kur ka nevojë. Ju thatë që një person që mund të ketë ka pësuar infarkt, i rikthehet një jetër normale, po a ka disa gjëra që ai duhet tregoj kujdes në krahasim me personat të tjerë? Kujdesi numër 1, unë insistoj, dhe faktikisht është i prekshëm. Duhet luftoj me çdo kusht faktor të rrezikut. Se një smur që ka kaluar një infarkt miokardi ose një smundje koronare të jetoj akoma pastaj, duke vazhduar me stilin e vjetër, duke vazhduar me duhanin, duke vazhduar me mosmajtjen e dietës, duke vazhduar jetën sedentare, është ti shkaktosh vetes një përsëritje të këtyre shqetësimeve, edhe një përsëritje të infarktit. Natyrisht, përveç faktorëve të rrezikut, duhet të marrin në mënyrë të rregullt kur ka nevojë me rekomandim edhe mjekimet. Se ka mjekime anti-yndyror, se nuk arrihet dot për shkak që yndyra e rritur të eliminohet vetëm me dietë, atë kur i smuri ka kaluar një infarkt dhe dieta nuk mjafton për ta ulur nivelin e yndyrës, atëherë ka mjaft medikamente, ilaçe që duhen përdorur në mënyrë të rregullt. Jo përdore një muaj edhe lëre. Duhet përdorur nën kontroll. Lufta kundër hipertensionit, pra duhen marrë të gjitha masat, edhe domthon të kujdesit shëndetësor, por edhe të kujdesit medikamentoz, që të dominohet qoftë hipertensioni, qoftë diabeti, qoftë aritmia, qoftë yndyra e rritur. Duke qenë si jemi në këto ura, mund t'ju pyes se cilat janë 3 gjëra që duhet të ndryshojë çdo i ri për të pasur një zemër të shëndetshme dhe të fortë. Është domthonë aktiviteti fizik. Një i ri, një moshë e re, duhet të jetë aktiv, të mos bëj jetë sedentare. Duhet të bëj aktivitet fizik, puna e parë, duhet të bëj një jetë të shëndetshme ushqimore, domthonë pa teprim të peshës, pa jetë sedentare, që kështu të thamë, se ajo ndihmon për të mbajtur edhe nivelin e parametrave biokimik të organizmit dhe njëkohësisht shmangja e streseve. Shmangja e streseve sepse nuk ka asnjë arsye që njeriu të stresohet, se jeta në tërësi është me stres, po të stresohesh, të grindesh, të grindesh për arsye minimale është siç ndodh. Dhe kjo ndodh edhe nga përdorimi i alkooleve, edhe nga përdorimi i drogave, edhe përdorimi gjëra të tjera të dëmshme të shëndetit. Doktor, ne kemi dhe një rubrik, mit apo fakt,
ku janë disa konstatime që ju mund të sqaroni nëse janë të vërteta apo të rreme. Nuk mund të parandalosh një infarkt. Mund të parandalosh. Mund të parandalosh duke ndryshuar? Po, duke bërë këshillat që sa po tham, mbasi si kemi përmend të gjitha sepse janë shumë komplekse dhe. Marrja e vitaminave mund të parandalojë infarktin. Jo, s'është e thonë. S'është e thonë. Nuk ka trajtim për infarktin. Ka trajtim shumë dhe trajtim që ka ardhur gjithnjë në rritje. Ka një në rritje, suksesit jashtëzakonshme. Ai sa bëhet një shprehje, nuk të le mjekësia të vdesis nga infarkti, po të vesh në kohë. Shumë bukur. Pirja e pijeve energjike çon në infarkt. Jo gjitha, por predispozon, është faktor risku dhe ajo. Janë të rrezikshme pijet energjike? Po janë. Vaksinat kundër COVID-19 kanë shtuar rastet e infarkteve tek të rinjt. A është e vërtet? Unë s'kam djeni. Biles se unë i besoj shkencës, nuk i besoj propagandës, i cili do niveli që t'jetë, që mos bëni vaksina, mos bëni kështu më. Vaksinat kanë shpëtuar njerëzimin nga sëmundjet shumë të rënda dhe unë nuk e di, ju e keni përjetuar, çfarë drame ishte COVID-19, si futeshin kufomat në vare kolektive edhe të shash vaksinën e COVID-it, ka rryma, si në politikë, në çdo fush, ka rryma. Personalisht i besoj shkencës dhe shkenca propagandon përdorimin e vaksinave. Dhe vaksinat tashti janë gjithnjë më shumë të përdorshme, tash po dalin dhe vaksinat kundër kancerit. Okej, doktor, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me ndjekësit tanë dhe shpresojmë që mesazhet të kenë qenë të qarta dhe gjithmonë të besojmë shkencës dhe mjekësisë. Shumë faleminderit dhe unë juve për mirësinë që patët që erdhët, edhe që të shpresoj që të kemi komunikuar dot edhe në një ide pozitive për teleshikuesit. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.